një objektiv dhe një objektiv të vetëm, të forcojnë vendet arabe, se nuk do të është një vend thuhet kjo, forcojnë vendet muslimane, vendet arabe, pra nuk po flasim për Iranin këtu. Irani është armik i perëndimit. Flasim për vendet arabe. Vendet arabe kanë një objektiv dhe një objektiv të forcojnë marrëdhëniet e tyre me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse e kanë të marrëdhëniet dhe nuk kanë pse e prishin. Qoftë Katari, qoftë Arabia Saudite, qoftë Emiratet e Bashkuara Arabe, qoftë Kuvaiti, qoftë dhe Siria tani kanë marrëdhënie shumë të mira me SBA dhe ata e dinë që nëse formojnë marrëdhënie të mira me SBA, Izraeli nuk i bën dot gjë. Kështu që nuk kanë asnjë arsye ata për të komplikuar marrëdhëniet me SBA-n duke nxjerr fletë arresti për Netanyahu, sepse janë në një pozitë mjaft fragjile tani. Turqia është tjetër gjë, se Turqia edhe pse rrezikohet, është një vend që ka një titull forcë, një titull stature në arenën ndërkombëtare dhe ja lejon vetes të bëjë këto lëvizje, vendet arabe janë më fragjile. E qartë. Mirë, për të kaluar tek një tjetër çështje, kryeministri hungarez Viktor Orban deklaroi nga shtëpia e bardhë për ato që the edhe ti pak më parë se lufta në Ukrainë nuk do të kishte shpërthyer nëse Donald Trump do të ishte në detyrë, ndërsa presidenti amerikan pra shprehu dëshirën për të takuar Vladimir Putinin në Budapest. Si e lexon Roel këtë deklaratë të Viktor Orban nga shtëpia e bardhë, pra se me Trumpin në detyrë nuk do të kishte ndodhur lufta mes Ukrainës dhe Rusisë? Mënyra se lexoj unë është në fakt në kuadrin e një përplasje gjithmonë më të madhe që ne kemi midis dy faksioneve në politikën globale, midis globalistëve dhe sovranistëve. Sovranistët si zoti Orban, kryeministri i Hungarisë, por edhe presidenti Trump mund ta fusim tek sovranistët më të butë, janë të bindur se lufta në Ukrainë, pavarësisht se u nis zyrtarisht nga Rusia, ka arsye të tjera strukturale, të cilat lidhen me ekspansionin e NATO-s dhe dëshirën për të imponuar këtë rendin liberal globalist tek vende si Rusia apo vende të tjera të cilat duan të krijojnë rendin e tyre botëror. Dhe në këtë kuadër Orban është i bindur se janë këto arsye strukturale pse lufta në Ukrainë ka nisur dhe nëse këto arsye strukturale nuk do të ishin, Putini nuk do ta sulmonte Ukrainën. Kështu që si sovranist, ai targeton liberalët dhe globalistët që i ka armiq ideologjik sot në perëndim, ndërkohë që Putinin e sheh në një farë mënyre më afër, mos harrojmë që përplasja që Hungaria ka për Bashkimin Evropian është shumë e madhe, edhe se Hungaria është një vend i Bashkimit Evropian, është një vend në sanksione brenda Bashkimit Evropian, gjobitet aktualisht sot Hungaria 1 milion euro nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian në ditë, për shkak të refuzimit që Hungaria ka bërë për të marrë refugjat, për të marrë azilant. Domethënë, të gjithë vendet e Bashkimit Evropian janë detyruar të marrë një numër të caktuar refugjatësh, Hungaria ka thënë jo dhe është gjobitur 1 milion euro në ditë, një çmenduri, realisht një çmenduri. Por në këtë kuadër ai ka një përplasje të madhe me Brukselin Orbani dhe sheh më afër Putinin në fakt se sa vetë Brukseli. Në fakt, Roel, nëse ky takim do të ndodhte realisht, pra do të përbënte ky takim një sfidë hapur ndaj NATO-s dhe vetë Bashkimit Evropian, të cilët e shohin Vladimir Putin si agresor dhe izolues? Jo, nuk mendoj që është kërcënim. Para një takimi po organizohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendi kryesor i NATO-s. Pa SBA nuk ka NATO. Ose mund të ketë NATO, por nuk ka një NATO të fuqishme. Kështu që NATO nuk rrezikohet fare nga ky lloj takimi. Mund të supozohet që ndoshta nëse Putini merr territorin në Ukrainë, ai mund të sulmojë një vend tjetër edhe të kërkojë bëjtin e gjithë asgjë luftën 2-3 vite për të marrë një marrëveshje një ujdi të mirë. Kjo është një teori që është hedhur nga shumë gjeopolitikanë dhe strategjistë të krahut të majtë në Europë. Megjithatë, unë jam i bindur se nuk ka kërcënim për Europën. Kërcënimi për Europën është momenti kur lufta avion, kur lufta ndalohet dhe ka një marrëveshje paqe, Europa ka dhe kontër i armatosur në rastin gjë më të keqe mund ndodhim. Përfiton energji më të lirë nga Rusia sepse sanksionet ruse, sanksionet e NATO-s dhe gazi natyror rus bien dhe ka mundësi dhe të rindërtojë ekonominë e vet në atë rast për shkak se nafta e lirë, gazi natyror i lirë, energjia e lirë është kyç për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të një vendi. Kështu që nuk mendoj që Bashkimi Evropian apo NATO si kanose ndonjë e keqe nga paqja midis Ukrainës dhe Rusisë. Nuk e shoh kështu. Qartë. Mirë, për ta mbyllur këtë çështje, pyetja e fundit dhe për të kaluar më pas tek Shqipëria, nëse do ndodhte një samit i tillë pra realisht, a do të ishte ky momenti që do të përcaktonte edhe rrjedhën e luftës pranë në Ukrainë? Mendoj që po.
Nëse do të kesh një summit paqe, summiti i paqes do ta mbyllë luftën. E qartë. Mirë, Ruel, për të kaluar tashmë tek Shqipëria, kryeministri i vendit tonë Edi Rama ka shpallur dhe mandatin e rritjes pra të përvitshme të pensioneve, duke premtuar këtu se çdo vit pensionet do të rriten me një formulë të re, pra sipas tij që kombinon bonusin dhe indeksimin. Si e sheh këtë rritje? Shiko, unë të thënë nuk jam ekspert i çështjeve të pensionit, megjithatë në kuadër të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka standarde ekonomike të cilat duhen arritur. Të kujtojmë që patë në fakt para 2-3 ditësh një progres raport të Bashkimit Evropian mbi rrugën që Shqipëria ka bërë drejt të përputhjes së standardeve të veta me ato të Unionit. Një progres raport diku ke 100 faqe që unë kam lexuar të plot me shumë kënaqësi në fakt, dhe që fliste për edhe për pjesën ekonomike, edhe për problemet që Shqipëria ka në ekonomi, por edhe për progresin e madh që ka bërë. Dhe sigurisht që standardi i jetesës është kryesor. Dhe standardi i jetesës nuk mund do të varet vetëm nga pagat e sektorit privat, por është i varur dhe nga çeqet apo pagat që jep shteti në formën e pensioneve. Kështu që në këtë kuadër për t'u afruar standardit e Bashkimit Evropian, pensionet duhet të rriten. Në sa kam lexuar nga mediat, flitet për 1.7 miliard euro kosto të qeverisë për pensionistët deri në vitin 2030, pra diku ke 200-300 milion euro që do shkojnë për pensione në vit, afërsisht, po llogarisin diferencën midis 2030-s dhe vitit ku ne jemi tani. Dhe sigurisht që janë premtuar me shifra konkrete, reale, pensionet, fondet që të përdoren për pensionet. Në vitin 2026 është premtuar 100 milion euro pensionet. Në vitin 2027 është 200 milion euro, 300 milion euro në 2028. Qartë, por Ruel, të mos harrojmë këtu që në vendin tonë, në momentin që kemi rritje të pensioneve, ka ndodhur që ka pasur edhe rritje të çmimeve në të gjithë vendin, qoftë ato për produktet bujqësore apo çfarëdo lloj gjëje tjetër. Si e sheh? Shiko, ajo që unë mendoj është që rritja e çmimeve vjen në fakt për shumë arsye. Unë nuk jam i informuar lidhje me këtë fakt që sa që janë rritur pensionet, janë rritur dhe çmimet, sepse zakonisht çmimet duhet të rriten në momentin kur kostot e prodhimit rriten. Pra në momentin kur supozojmë shteti rrit pagën minimale, mund të ketë rrezik për të rritur rritje çmime, sepse kostot e prodhimit ose kostot e operimit të kompanisë rriten për shkak të pagave më të larta dhe ajo i transmetohet konsumatorëve në formë çmime më të larta. Në rastin e pensioneve është një skemë totalisht abuzive e sektorit privat që në formën e karteleve bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të rritur çmimet me argumente se janë rritje pensionet. Kjo është e çmendur dhe sigurisht një praktikë që duhet ndaluar me ligj, sepse ty kostot e prodhimit nuk janë rritur apo kostot e operimit nuk janë rritur që ti të rrisësh dhe çmimet. Kjo gjësera bëhet shumë e kollaj në momentin kur ekonomia nuk është një lloj kapitalizmi me treg të hapur dhe të rregulluar, por kur kapitalizmi është oligarki korporatike, ku në çdo sektor ti ke 3-4 kompani që kontrollojnë sektorin dhe është shumë kollaj për ato 3-4 kompani që të ulen një ditë me njëra tjetrën dhe thonë ne do rrisim çmimet, edhe nuk humbasin fare treg për shkak të rritjes së çmimeve, sepse po i rrisin të gjitha çmimet ndërkohë dhe argumenti që përdoren është pensionet janë rritur. Shqipe që pensionet janë rritur, këta pensionistë mund të paguajnë më shumë për të ndar produkte, kështu që t'ia pusin të çmimeve. Tu do të shëri, do thoj zotëri dashur, kostot e prodhimit janë rritur? Jo. Kostot e operimit janë rritur? Jo. Atëherë nuk ke asnjë arsye pse të rrisësh çmimet. Dhe po zhvat konsumatorin duke rritur çmimet. S'do kisha asnjë gjë të keqe me rritjen e çmimeve nëse ne do ishim në një treg të hapur tamam ku ti ke konkurrencë, sepse kur ti rrit çmimet normalisht humbet edhe përqindja në treg, humbet edhe klienti, edhe të ulen të ardhurat, sepse ai tjetër ka më lirë se ty. Po në kushtet kur ke kartele ekonomike në çdo sektor, kjo nuk ndodh. Të gjitha ato i rrisin çmimet edhe konsumatori zhvatet. Kështu që edhe pse ti ke të drejtë kur thua që ndoshta ata rrisin çmimet apo pensionet, pensionet duhen sërish të rriten, ne s'do të kemi këtë frikë, por duhet të rrish shteti dhe të thojë këtyre sigurimtarëve private që rritja e çmimeve kur ti s'ka rritje kostesh e papranueshme. Qartë, sa të besueshme ishe këto premtime, Ruel, pra për një rritje të përhershme të pensioneve bëhet fjalë,
duke pasur këtu parasysh edhe presionin mbi buxhetin e shtetit, por edhe inflamacionin e lartë të dëshën e sapo fol. Unë mendoj që janë të arritshme, sepse Shqipëria pa njerë ka një rritje të bazës së taksimit. Ai quhet tax base. Pra ka një numër më të lartë njerëzve që paguajnë taksa. Është statistikisht e provuar që për shkak të rritjes së të ardhurave, për shkak të goditjes së informalitetit, për shkak edhe të regjimit fiskal që Shqipëria ka taksës progresive, janë rritur të ardhurat e shtetit që viten nga shteti vit pas viti, qoftë në formë të taksës së të ardhurave, taksës së TVSH-s, taksës së fitimit, dividendit e tjerë. Kështu që në Shqipëria ka rritur të ardhurat. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë, plus pas edhe fondet që Shqipëria merr nga Bashkimi Evropian, paketat e ndihmës, dhe janë të mjaftueshme për të bërë realitet të premtimet e pensioneve. Kujtojmë Grisela që këto nuk janë çështje politike. Kryeministri kur i thotë të gjëra, ka një skuadër shumë të mirë ekonomistësh nga mbrapa, të cilët kanë bërë këto llogari me lapse me lehtë kur i themi ne, dhe askush nuk mund pretendojë dot të 200 milionë euro pension apo 100 milionë euro pension fond dhjetor për gjithë pensionistët në momentin kur nuk ka bërë llogarit ashtu si duhet. Kështu që janë bërë dhe para do të rialokohen ato në mënyrë që ne të kemi një rritje si kjo që flitet. Edhe një gjë tjetër për pensionet, se është dhe pjesa pagave që do të përmend.